Pak ditë pasi mori pjesë në samitin e Tiranës, ku në turizëm me liderët e Europës dhe u prit nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, presidenti serb Aleksandar Vučić zgjodhi një tjetër skem për t'i dhënë një urdhër simbolik trajnerit e kombëtares serbe, Dragan Stojković, që ta mund Shqipërinë në ndeshjen e 7 qershorit, duke treguar se pas buzëqeshjeve diplomatike rivaliteti tjetër jeton ende në fushë. Në një tubim të partisë së tij, Vučić falenderoi publikisht trajnerin e kombëtares serbe të futbollit, Stojković, për mbështetjen e tij të hapur politike. Por ajo që të roqi më shumë vëmendje ishte një deklaratë me tone të ashpra sportive, që në feld përmbante një ngarkesë politike. E pash pak më parë dhe tani e shoh që është këtu. Ju lutem, duar trokitni fort trajnerin serb Dragan Stojković, një legjendë e nishit, i cili nuk u fsheh si shumë të tjerë deri të jetë me ne këtu. Në qershor luani atje kundër Shqipërisë për t'imposhtur ata, tha Vučić nga skena, me një mesazh që i ngjante më shumë një urdhri se sa një urimi. Gjatë asaj kohe, Stojković i pusqeshej dhe përtypi Çamçakës, ndërsa kamerat ishin të drejtuara nga ai. Deklarata e presidentit vjen pikërisht në prag të ndeshjes Shqipëri-Serbi që do të zhvillohet më 7 qershor, një përballje gjithmonë e ndjeshme për shkak të historisë së tensionuar mes dy vendeve. Në këtë sfond, deklarata e Vučić bën kontrast të fortë me tonin e matur që e shoqëroi gjatë samitit të Tiranës. Duket se diplomacia e buzëqeshjeve nuk e zëvendëson dot plotësisht gjuhën e vjetër të rivalitetit, sidomos kur në lojë sporti, një arenë ku emocionet kombëtare shfrytëzohen shpesh si mjet për përforcim të mesazheve politike.